Nga Ministria e Financave, rreth 167 milion euro transferuan në fondin e veçantë të pensioneve. Të gjitha fondet buxhetore që nuk u shpenzuan nga Ministri dhe institucionet publike gjatë vitit 2025 tashmë janë transferuar në fondin e veçantë të pensioneve. Ministria e Financave bëri të ditur se shuma përkatëse rreth 167 milion euro të depozituara tashmë në llogarinë speciale të fondit të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Transferimi i këtyre fondeve përfaqëson një premtim të mbajtur dhe një angazhim të qartë për të përmirësuar sistemin e pensioneve, duke siguruar stabilitet afatgjatë dhe menaxhim të përgjegjshëm të financave publike. Sipas Ministrisë së Financave, reforma e pensioneve do të vijojë të zbatohet me vendosmëri me qëllim ndërtimin e një sistemi më të drejtë, më të qëndrueshëm dhe më të besueshëm për çdo qytetar. Transferimi i këtyre fondeve buxhetore është kthyer në zbatim të aktit normativ të 19 dhjetorit të vitit 2025, si dhe në përputhje me kuadrin ligjor për menaxhimin e sistemit buxhetor. Ky është një hap konkret në drejtim të forcimit të qëndrueshmërisë financiare të sistemit të pensioneve dhe garantimit të një mbështetje më të drejtë dhe më të sigurt për pensionistët, bën të ditur Ministria e Financave.